Policia ka zhvilluar një operacion kundër krimeve mjedisore në metalurgjikun e Elbasanit, ndërsa në pranga kanë rënë 16 persona. Nga hetimet intensive, si dhe nga inspektimet e kryera në bashkëpunim me Inspektoriatin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, ka rezultuar se 2 subjekte tregtare, të cilat ushtronin aktivitet në zonën e ish metalurgjikut në Bradashesh, kanë shkelur legjislacionin mjedisor, duke ndotur ajrin, ujërat dhe tokën, si dhe duke mos respektuar rregullat për menaxhimin e integruar të mbetjeve dhe për punimin e mbetjeve të baterive. Mësohet se të arrestuar janë shtetasit Yun Chaol Chung, shtetas korean, Prakash Kadel, shtetas nepalez, si dhe shtetasit indian Rahul Pal, Stient Pal, Muna Singh, Rajesh Yadav, Aditya Raj, Rahul Pal dhe Raj Kumar, dërsa të arrestuarit shqiptar janë Jakub Karaj, Ismail Dybeli, Dorian Xhufka, Elton Bejkolli, Besnik Abdiaj, Elton Beqi dhe Eglis Flaga. Të arrestuarit janë në rolin e administratorëve, drejtor prodhimi, inxhinier, drejtues teknik, përgjegjës turni, operator furrash dhe punonjës. Sipas policisë, për shkeljet e konstatuara lidhur me menaxhimin e integruar të mbetjeve, gjatë inspektimeve u vendosën masat administrative, 3 milion lekë për një nga subjektet dhe 10 milion lekë për subjektin tjetër, si dhe u pezulluan aktivitetet e të 2 subjekteve deri në përmbushjen e kërkesave ligjore.